Prokuroria e posaçme ka bërë një tjetër goditje në kupolën drejtuese të policisë. Burimet bëjnë me dije se është lëshuar urdhër arrest nga SPAK për shefin e qarkullimit rrugor të Tiranës, Roden Zeka. Të njëjtat burime shtojnë se urdhër arresti është firmosur edhe për shefin e sektorit të aksidenteve, Sokol Novaku, si dhe për oficerin e policisë gjyqësore, Edison Tabaku. Mësohet se ky i fundit është arrestuar gjatë mbrëmjes së të premtes. Ndërkohë ende nuk bëhet e ditur nëse për kreun e rrugores Roden Zeka dhe për Sokol Novakun janë ekzekutuar ose jo urdhër arrestet. Zyrtarët e policisë rrugore prej disa kohësh ishin në hetim të nisur nga prokuroria e posaçme pas dyshimeve për korrupsion dhe shpërdorim detyre në rastet e aksidenteve rrugore. Bëhet fjalë për një aksident ku ishte përfshirë një grua, të cilës drejtuesit e rrugores i kanë marrë shuma të konsiderueshme parash. Ndërkohë pritet që prokuroria e posaçme të japë më shumë detaje lidhur me operacionin dhe shkeljet e kupolës së rrugores në kryeqytet.